Në raportet e drejtësisë shqiptare për luftën kundër korrupsionit, Elbasani renditet si një nga qytetet me më shumë zyrtar të hetuar. Por dy prej tyre, Leli Kaja dhe Luan Tabaku, jo vetëm që janë në hetim nga prokuroria dhe SPAK, por vazhdojnë të jenë në detyrë. Njëri me 5 dosje për abuzime në ndërtim dhe landfill, tjetri lidhur me bandat dhe tenderet e ujësjellësit. Asnjëri nuk është ndëshkuar. Në qendër të Shqipërisë, Elbasani është kthyer në një paradoks të drejtësisë shqiptare, një qytet ku drejtuesit nën hetim nga SPAK dhe prokuroria lokale, jo vetëm që nuk shkarkohen, por vazhdojnë të administrojnë miliona euro fonde publike. Rasti i parë, Leli Kaja, drejtori me 5 dosje në prokurorinë e Elbasanit. Prej 5 vitesh, Leli Kaja, aktualisht drejtori i landfillit rajonal Eko Elb, është subjekti 5 dosjeve hetimore. 3 prej tyre ndodhen në prokurorinë e Elbasanit, që prej periudhës kur Kaja ishte kryeinspektor i mbrojtjes së territorit në Bashkinë Elbasan, 2007-2021. Ato përfshin akuzat për shpërdorim detyre, korrupsion, ndërtim pa leje, zaptim të hapësirave publike dhe bashkëpunim me bandat lokale. Pavarësisht këtij bilanci kriminal, më 22 shtator 2022, ai u emërua drejtori i landfillit me firmë politike. Në mars 2024 dhe shkurt 2025, ndaj tij u hapën 2 dosje të tjera, një për korrupsion aktiv dhe një për organizim të zjarrvënies së qëllimshme në fushën e mbetjeve për të manipuluar tenderet dhe kontratat e mirëmbajtjes. Gjatë hetimit Kaja zhduku serveret e kamerave të landfillit, fsheu dokumentacionin e tenderëve dhe refuzoi të paraqitej në prokurori për sqarime. Pasi u shpall në kërkim më 21 korrik 2025, ai vazhdoi të lëvizte i lirë në Elbasan, të shkonte në zyrë, në selin e PS-s, në prefekturë dhe në polici pa u arrestuar asnjëherë. Dosjet e tij janë lënë në heshtje të plot ndërsa ai vazhdon të firmos kontrata publike për mbledhjen dhe menaxhimin e mbetjeve. Rasti i dytë, Luan Tabaku, drejtori që SPAK e hetoi dhe e la në zyrë. Një tjetër rast skandaloz është ai Luan Tabaku, drejtori të ujësjellësit të Elbasanit. Tabaku ka 2 dosje në prokurorinë e Elbasanit dhe një tjetër në SPAK për korrupsion, falsifikim dokumentesh dhe përfshirje në rrjetin e pronave të uzurpuara gjatë kohës që ishte drejtori i kadastrës. Në dosjen e SPAK-ut, Tabaku përmendet për bashkëpunim me bandat kriminale. Më 11 prill 2025, agentët e BKH-s ushtruan kontroll në zyrën dhe banesën e Tabaku, ku gjetën dokumente të falsifikuara, dosje tenderësh dhe materiale kadastrale që lidheshin me kompanit Bajrami N, të Nazif Bajramit dhe Max Ud të Eral Miftarit, 2 biznesmen të përfshirë në kontrata me ujësjellësin. 5 ditë më vonë, më 16 prill 2025, Tabaku u thirrë në SPAK për të marrë në pyetje për provat e gjetura dhe për bisedat në aplikacionin Sky ECS, por që nga ajo ditë dosja e tij është ngrirë. Asnjë mas sigurie, asnjë pezullim nga detyra, vetëm heshtje. Burime brenda sistemit thonë se hetimi është politizuar, pasi Tabaku ka lidhje me figura të njohura të PS-s në Elbasan dhe bizneset lokale që financojnë fushatat e partisë. Për momentin ai vazhdon të firmos tender të rinj, ndërkohë që është i akuzuar për korrupsion me miliona euro. Elbasani është bërë simboli i pandëshkueshmërisë lokale. Drejtor të shpallur në kërkim që punojnë normalisht, zyrtar të hetuar nga SPAK që firmosin kontrata të reja, prokuror që nuk guxojnë të zbatojnë ligjin. Kjo është fytyra reale e sukseseve që qeveria dhe drejtësia i shesin si luftë kundër korrupsionit, një sistem ku hetimet mbyllen me pazare dhe zyrtarët e korruptuar bëhen më të fortë se ligji.